Në kulmin e sezonit turistik, kur mira vizitor, vendas dhe të huaj kanë zgjedhur Pogradecin për të kaluar pushimet verore, Odeoni qytetit mirëpriti një mbrëmje të veçantë artistike. Koncerti Atë dhe u im mblodhi në skenë disa prej emrave më të njohur të muzikës shqiptare, duke sjellë për publikun një repertor të pasur me këngë tradicionale dhe qytetare nga të gjitha trevat shqiptare: Kastriot Tusha, Selami Kolonja, Enkeleida Arifi, Hysni Alushi dhe Nikol Prelaj interpretuan këngë që përsollën vlerat më të mira të trashëgimisë son muzikore, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe plot emocion. Është vazhdimësi e koncerteve me këtë program të bukur nga gjithë Shqipëria. Këngë të veriu, të jugut, të Shqipërisë mesme, por edhe fillimi me këngët protokoll, edhe sidomos finalen e kemi me këngën Në një flamur të pandar. Në Pogradecin e Lazgushit dhe të Mitrush Kotelit, të dy poetëve dhe shkrimtarëve të mëdhenj. Përzgjodhëm një mori këngësh nga jugu në veri dhe u vërej që nga publiku i Pogradecar dhe gjithë ato mysafirë dhe të ftuar turistë që ishin, u vërej që ne e morëm atë dashuri dhe dhamë shumë dashuri. Interpretimet e artistëve u shoqëruan me duartrokitit e vazhdueshme të publikut pogradecar dhe pushuesve, të cilët e mirëpritën me entuziazëm këtë koncert. Vetë artistët vlerësuan mikpritjen dhe reagimin e publikut, duke e cilësuar Pogradecin si një nga qytetet me publikun më të ngrohtë dhe më vlerësues të muzikës shqiptare. Unë ndjeva shumë këndshëm e para e punës nga natyra e bukur, nga mikpritja, nga interesi i qytetarëve, sigurisht dhe më pas gjatë performancës u duartrokit shumë, por dhe u kërcye shumë dhe njerëzit u kënaqën shumë. Unë kam orkestruar një këngë në stilin e Pogradecit edhe e kisha kënaqësinë ta këndoja sot në Pogradec. Ata kanë bërë engas për këtë zonë. Koncerti Atë dhe u im është pjesë e një turneu artistik që synon promovimin dhe ruajtjen e vlerave të muzikës shqiptare. Pas ndalesës në Pogradec, turneu do të vijojë në qytete të tjera të Shqipërisë, si edhe në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, duke përcjellë mesazhin e bashkimit përmes këngës dhe traditës shqiptare.